Dhe një të treguesi kryesor të një fitani cilësor është lidhja e mirë në shartesën me mbëshartesën. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Ndodhi sot në një fitanishte model të fermerit Albert. Qendra Haba, siç e dini ose që kizini djegur, është një platformë digjitale që i vjen në ndihmë fermerit me teknologjitë bashkëkohore të kultivimit të gjithë kulturave bujqësore. Dhe ai që ka rëndësi, i gjithë informacioni është falas dhe fermeri do të ketë një fermer parasysh përpara ngritjes së një pemëtorje intensive. Do të kemi shumë mirë parasysh kushtet e tregut. Çfarë shkon në tregun tonë? Një ndër faktorët kryesor është edhe siguria ose sigurimi një fitani cilësor. Shkoni ke njerëz, siç jemi sot tu, që merren dhe janë të licencuar. Ne rekomandojmë që të jetë mbi 18 mm trashësia e fitanit. Lartësia nga toka e shardini është i pasur nga smundjet virale, nga smundjet bakteriale dhe nga smundjet kërpudhore. Dhe këtu ne regulojmë që njerëzit nuk bëjnë para planifikim, mos të shikojmë tregun para mbjelljes, domethënë çfarë ecën në treg sot, po të kemi një pamje pak më larg. Çfarë i mungon tregut dhe jo çfarë ecën sot në treg. Pse kjo kultivë e bardhë? Dhe a kërkon pjalgus? Shumë pak e prekshme thuajse fare. Do marrë një hop shumë të shpejt. Paktën në zonat e ngrohta.